Vlera që ti domi që më ka bërë sera dhe sistemi ujitjes se pse në përcjellës që ka pas mrena, diku 27.000 euro domi. Pesha që mundet me pas që serë që e ka shkull komplet konstruksionin edhe me betona që i ka pas me krejt, dikun duhet me pas afër 10 tona ndoshta, nuk e di, s'po di sakt nuk e di. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Ndodhemi në fshatin Gjinac të komunës së Suarekës, ku pas ditën e djeshme rreth orës 16, banorët e këtij fshati u përballën me një stuhi të fuqishme, e cila ishte e shoqëruar me erëra të forta, ku si pasojë e saj pati dëme të konsiderueshme materiale. Siç mund ta shihni edhe pas meje, fuqia e kësaj ere ka arritur ta shkëputës tërësisht këtë serë nga vendi ku ishte e vendosur dhe ta bardh për disa metra, derisa ajo ka përfunduar mbi çatin e kësaj shtëpie. Fillimisht a mundesh me na u prezantu? Po, jam Jetmir Goshi prej Leshanit. Këtu fshati janë Gjinac, Lulishtja domethënë është Gjinac vendi. Këtu që shpeshini, dje ka ndodhur një fatkeqësi, do një stuhi e fortë kon. Rreth orës 4:30, domethënë ka fillu nga ajo pjesa anina prej Suarekës edhe ka ardhur tek Nina. Unë për momentin kur ka ndodhur s'jam kon këtu, po derisa ku marr veç çetserën komplet, domethënë e kish shkull për venit, e kish zhvendos komplet edhe e ka qenë qatë shtëpinë që atje. Domët janë bukur të mëdha. Kësaj shtëpie që ka dëmtuar gjatë kohës sa ka zhvendos serën, e ka dëmtuar pjesën e kulmit aty. Edhe shtëpia nuk po dihet një çka ka domë, një pa hek ajo pjesa sera pa hek. Këtu domët janë bukur të mëdha të serës, se të sera janë të kushtueshme. Edhe dikun vlerën nëse duhet me prononcu, po vlera që ti domi që më ka bërë sera dhe sistemi ujitjes se pse në përcjellës që ka pas mrena, dikun 27.000 euro domi. Këto tjera të sera se përshot që ki edhe tjera pjesë, a ka pas? Po, që ka 2 folije i ka, që kulmi mesit që ajo ja ka shplu, se sot në mëngjes e rregullova, komplet e heknin për venit, se kështë ja rregulluar në qësaj pjesës, u kone e hekne edhe dome tjera të sera fundit dhe një në ka hek komplet një copë ballore, kështu po e kemi rregulluar në rregull është ajo. Dome tjera s'ka një fatmirësisht, njerëz s'ka diçka dome. A janë kanë prej komunës me ju po me kështu që gjendja? Kryetari i komunës u konë me strukturat e veta u konë këtu, edhe prej ministrisë dikush ka qenë aty, kanë bërë fotografime, kanë dhënë premtime të mira, shpresojmë t'i marrin ato premtime, kanë premtuar që do të ndalin ndihmë, tash të shohim çfarë do bëhet. A është kjo hera e parë që ka pas kësi lloj stuhie? Këtu nuk ka ndodhur kësi stuhie kur, absolut. Domethënë nuk e kam parashikuar që mundet një serë komplet, me konstruksion, me zhvendos komplet sikur një parashut. Edhe me zhvendos me çuç atje. Nuk e kam parashikuar këto. Kur s'ka ndodhur. Ka pas fryma, po nuk ka ndodhur kështu ku kanë çka që e fuqishme. Sa përket këtyre fqinjve që i keni afër, a keni bisedu me ta që është gjendja atyre, ose a ka pas na i dëm ose diçka tjetër në njerëz? Njerëz jo, fatmirësisht, këta janë konë poshtë, katën e podrumin konë, momentin kur ka ndodhur. Njerëz jo, se kemi bisedu me ta, po dëmi materialit e këta nuk po dihet një alo, se pa u hek sera e dëmtume nuk po dihet. Komunja, kanë thonë kryetari i komunës, një duhet me lënë 2 ditë, kështu kanë thonë, që mu vlerësu domët që janë tek janë, tana me intervenu. Inshallah janë qëta fjallë, dhe edhe në ndihmojnë se dhe pak bële që s'pari erë sa mje hek qatë, se ko gjë është bukur punë e madhe aty me hek atë konstruksion. Sa është punë e madhe aty është problem me hek. Sa i pam kënë edhe shufrat krejt metalike edhe prej betonit? Po, me beton, me shufrat janë krejt materiali zingum është, prej materialit më të mirën, sera do që e kemë marrë dash prej materialit më të mirën. Do më ketë janë 2 mm, 2 mm. Janë për materialet më të mirë. Kështu nuk e kam parashikuar kur me nxjerr serën, s'ka ndodhur kur. Se i kam marrë çdo serat kanë marrë çdo 3 metra, çdo 2 metra gjysmijat janë çdo 2 metra shtyllat janë. Po kanë çaq fort fuqia e stuhisë, s'ki mujt me as me parashikuar as me intervenuar, s'ka kur gjë me bëj, shumë e shpejtë absolut. Në momentin që ka ardhur shumë shpejt. S'ka dhënë afat, se u kanë qetë, çto u kanë shumë e qetë, u kanë para se me ardhur stuhia. Momentin që ka ardhur, si rejën kanë zeza, komplet, ku ka ardhur, s'ka dhënë afat as me mshëlsi ato, absolut. Shumë e shpejtë. A cili është mesazhi yt ose çfarë pret? Presim na dalin ndihmë, ministria, komunja, me na ndihmu, se domi është bukur i madh, për neve si bujk, si bujqësi, si biznes, është pak e madhe për neve kjo, se bukur si e kushtueshme kjo dhe është vështirë me përballu. Po shpresojmë që na dalin ndihmë edhe i marrin fjalët e tyre, premtimet e tyre.
Përveç dome është rryma që ne kanë ndërprerë për që shkonte sera tjera atje. Duhet me intervenu, duhet me jashu rrymën atje, sa është e kput në kolla komplet, ose ndërprerë në rrymë atje. Njëherë s'jeni të funksionu si biznes. Jo, s'jemi të funksionu, absolut. Duhet me intervenu patjetër se do në ujë ato, është janë të mushta sera tjera me lule, duhet me intervenu, me çu një kopull të rrymës atje. Po presim pak mu që të sustata, se s'po dim as çfarë po bëhet. Sa lasë është stabile. Kjo është gjendja. Për afërsisht sa ka qenë e rëndë në shtasira edhe sa ari? Si përfaqja e serës është 10 ari, 1000 metra katror. Të pesha që mundet me pas që serë, që e ka shkull komplet konstruksionin edhe me betone që i ka pas me krejt, dikun duhet me pas afër 10 tona ndoshta, nuk e di, s'po di sakt nuk e di. Po veç konstruksioni dikun 6 tona i ka. Plus betonat që ka pas bazament, me gjithë betona i ka shkoq komplet. Neloni i ka dikun 2000 kg. Është problem, nuk e di, po veç fuqia e Zotit e ka mujtësis. Nuk konë e paparashikueshme kjo. Faleminderit shumë. Faleminderit e juve që keni ardhur.